Ja ku jemi sërish sot në podcastin e radhës Një Zë One Eco, me të ftuarin ton special, e cila është Marsi Simo, sociologe në profesion, aktiviste në të drejtat e fëmijëve, por dhe shumë çështje tjera dhe fenomene tjera në shoqëri, mediatikisht shumë prezent, themeluese e revistës Klubi i Fëmijëve, dhe trajnuese e komunikimit publik. Je shumë prezent në rrjetet sociale dhe në media, me kontributin tuaj shumë të vyer në sjelljen e ideve dhe vërejtjeve për se si të jenë marrëdhëniet ndërnjerëzore, qoftë ato të fëmijëve, po dhe të rritërve, si të jenë më të mira. Dhe sot do bëjmë një bashkëbisedim të tillë, kënaqësi shumë, i cili do të fokusohet pra ku qëndron problemi midis brezave. Si e ke vënë re gjatë gjithë kësaj kohe, gjatë kësaj eksperiencë që keni ju gjithë të kohë, çfarë keni vënë diçka që është specifike për të marrë në konsiderat, për të trajtuar, për të trajnuar dhe për të bërë një mjet për të ndryshuar atë që ka më shumë nevojë. Unë po e nis kështu pak me shaka kur përmendë pjesën mediatikisht, ndoshta në rrjetet sociale apo dhe në media, këtu motra më thonë ndonjëherë, Mars, po ç'i pushim se nuk kam do televizorin, the po jo, se nuk kam më shumë. Tani i thot më del në celular, më del edhe këtu. Unë uroj që të vi lehtë, jo me receta, unë jam ende, po themi re në rrugëtimin e prindërimit, por që më tepër ndaj eksperjenca edhe nga jeta ime personale, nga gjëra që mundohem të jenë të thjeshta, që të jenë deri diku edhe praktike për prindrit. Qoftë edhe kur është video pak me humor, edhe kur është shumë serioze, edhe kur është me studime, edhe kur është e mbështetur nga studimet të cilat janë shumë herë të thelluara, apo edhe të mbështetura nga personazhe, personalitete që kanë studiuar prej vitesh, edhe tashmë ne mund t'i marrim në konsiderat. Dhe jemi në një lloj faze jete që prindrit në një rang të mi fatmirësisht, kanë shumë ekspert që japin edhe falas, janë të prirur që të japin këto informacione dhe mundet t'i dëgjojnë, mundet t'i shohin, mund të mbajnë shënime dhe duhet patur shumë kujdes nga ana jonë që japim këshilla. Jetojmë në një vend dhe në një kohë ku duhet të rendim kaq shpejt dhe në një moment ku ne nuk e dim a jemi mjaftueshëm. Dhe problemi më i madh, se problematika, le ta quaj, ta zvogloj pak që mos ta bëj kështu të ndihemi ankthioz, është çështja që kemi pak konflikt ose kemi ende luftë mes brezash. E them luftë dhe kur e diskutuam më përpara se ta bënim këtë episod bashk, nuk donim ta quanim luftë, po ta quanim konflikte, që është mëse normale. Mamaja ime ka pasur ato konfliktet e veta, të thëna të pathëna, ndoshta të adresuara në mënyrë indirekte, unë më të zbutura, pra konfliktet janë sepse ka ndryshime dhe është normale të ketë ndryshime. Por në momentin që ne shohim si luftë, aty pastaj ka problem, pra nuk ka bashkim. Lufta është luftë për territor, ti të caktosh çfarë është ime dhe jotja, nuk ka marrëdhënie, nuk ka marrëdhënie. Dhe nuk duhet parë si luftë mes brezash. Duhet parë që brezi jon ka shumë gjëra që ka marrë nga prindrit. Ne do t'i japim shumë gjëra të mira fëmijëve tanë, jo t'i japim të gatshme, jo t'i japim ndoshta të shtruar rrugën, por disa ndihmesa më shumë. Kjo ishte e para që unë doja të saktësoja për sa i përket brezave, që është mos e normale të lindin këto, edhe përsi që, brezi im ka qenë më i mirë. Ne shoh që fëmia im për shembull nuk është si unë, ose nuk e ka patur këtë fëmijëri, sepse nuk i ofrohet, nuk i ka këto lloj kushte. Fëmia im për shembull ka pretendim ose ka një përsi ndaj brezit më të vogël dhe më thotë, këta fëmijët o sot se si janë, po sa kërkesa që kanë. Po dhe ti fëmijë i them, po nuk kam qenë kështu. Pra është e natyrshme që njeriu ta vlerësojë ndoshta veten, por duhet parë ky bashkëpunim, të zgjasim dorën, jo vetëm të kritikojmë, jo vetëm të shikojmë ato pikat e errta, vetëm ato mangësitë që na kanë lënë shumë gjëra të mira, na kanë lënë shumë gjëra pozitive. Unë vere që neve kritikojmë, ne kemi kritikuar brezin më përpara. Ne vetë
A nuk është se edhe ne po ndjekim ato që ka kemi kritikuar? Edhe është e çuditshme, siç po thoj edhe për djalin, që ka bërë të njëjtat gjëra dhe kritikon po të njëjtat gjëra vetë tashmë në një stad pak më të ngritur në moshë. Se duket sikur ti je brezi i fundit që ke shpëtuar, je brezi që ke bërë të gjitha shumë mirë. Dhe të tjerë domethënë nuk kanë përse të ankohen ose ashtu do të shpreshin. Por me sa duket brezat ndryshojnë. Domethënë ky ndryshimi është shumë i madh. Për shembull ndryshon edhe brezi im me brezin e motrës time që ka vetëm 6 vite më e vogël, që është pas 90-s. Tani po flasim për breza që lindin me ndryshime teknologjike, me ndryshime të cilat janë rreth rrotulljve edhe sociale, psikologjike. Ndryshimet janë aq shpejt dhe këtu pastaj kemi krizë identiteti, kemi kriza të tjera që në familje, që duhet i shohim, duhet të ndalemi. Sidomos familja, po, është plagë shumë e madhe, është problem shumë i madh, sepse nga që është kjo, familje gjërat janë private, se duhet të diskutojmë nga çfarë bëjnë ata. Punë për të, punë për atë grua, punë për atë çift. Mbyll derën, shiko familjen tënde. Sigurisht që nuk është shkeli privatësia. Por kur flasim për familjen, do të thotë për atë institucion kaq të vogël të bërtham që nesër ne shohim, ne bashkë veprojmë, pra nuk është dhe kaq private në kuptimin e gjërave. Se do reflektohet në sjelljet jashtë në publik, pastaj ajo çka reflekton brenda familje, ajo që edukohesh, patjetër që do dalin nesër në marrëdhëniet me njerëzit, qoftë të vegjël, qoftë të rritur, sado ne që rritemi, prapë ne reflektojmë ato çka kemi brenda në familje gjatë gjithë kohës, ne gjithë kohës marrim, ndryshojmë, transformohemi nga situata të ndryshme, njohim veten gjatë gjithë kohës. Dhe gjitha këto do të reflektojnë nesër në publik. Por unë jam dakord që ne të flasim për problematikat tona, por duhet ketë prapë një limit për ta ruajtur privatësinë. Sepse edhe mendoj, nuk e di sa je mendimet me mua, edhe gjërat që janë të private, të ndjeshme, pak edhe të si thua që të vejnë në siklet në publik, nuk duhet dalin aq publike, sepse ti të mësohet kjo lloj gjëje dhe të duket normalitet, pastaj edhe nuk ke një freh se kush është ajo që do të dalë dhe kush nuk është pastaj. Pra prishet ekuilibri kam qëllimin. Okej, ti pra të vjen holl ndarëse. Po, duhet ta kemi atë besoj. Pra ne flasim për dukuri sociale. Po. Ne flasim për gruan që nuk ka përse ta mbrojë private në momentin që ajo dhunohet, në momentin që ajo sigurisht është emergjente, duhet të kërkojë ndihmë. Por pastaj kalon dhe shkelin kufit në momentin që ne flasim për mënyrën se si ajo vishet, për mënyrën se si ajo, domethënë, ka disa gjëra të cilat sigurisht i takojnë asaj, për mënyrën se si ajo mund të rregullojë çështjet familjare. Ne arrim ta kuptojmë, se ndoshta për momentin nuk mund të sillem një shembull konkret, ne na bën logjik, por duke parë rrjetet sociale që njerëzit për shembull reklamojnë ose tregojnë se çfarë bëjnë me imtësi, tregojnë që kur hapin syt, se si zgjohen, se si vishen. Sot duket kaq normale që ti në momentin që i tregon dikujt që ke bler një bluzë të re, ta provosh dhe thua hajde vishemi bashkë. Ndërkohë ti zhvishesh dhe vishesh bashkë dhe është bërë kaq normale që ti të mbërthesh dhe të zbërthesh. Kjo është private. Por nëse vajza ime e shikon, pra duket sikur e normalizon. Po pra, thyen ato rregullat e kufirit. Tu është rregull, që është vërtet private. Pse mësojmë fëmijëve ne çfarë është private? Pra pjesët e trupit, nuk lejohet pra që ti preki kush, ti kur ritesh, bën që të lahesh vetë, në survejimin e dikujt sapo ta mësosh. Pse ja mësojmë? Çfarë do të thonë ka goja? Çfarë do të thonë ka, do të thonë pjesë të ndryshme të trupit? Çfarë do të thonë ka të prekësh, të rish afër, sa pranë do të rish me një person? Këto nuk janë lojra. Këto janë që ti të ruash veten tënde, ti të ruash afërsinë dhe të bësh dallimin që këtë person e kam shoqe, këtë person kam më tepër afërsim, këtë e kam prind, këtë e kam gjyshe. Identitet. Këtë të krijosh, pra kjo hapësira është e nevojshme dhe intimja, privatja duhet të ruajtur. Duhet të ruajtur dhe njeriu, them se duhet ta ketë si diçka shumë të shenjtë. Ashtu është, edhe unë jam shumë dakord me këtë.